Në Shqipëri, mijërat qytetarë përballen çdo ditë me sfida për të mbijetuar përballë diabetit, kësaj sëmundjeje që kërkon për kujdesje të vazhdueshme. Ish ministri Mana Sterliu më 7 prill 2023 tha se do të arrinin objektivin për rimbursim të fishave falas për 50.000 të moshuar mbi 65 vjeç. Por, ky qëllim nuk është përmbushur, sepse sipas statistikave në vitet 2023-2024 nuk kanë përfituar 50.000 të moshuar fisha të rimbursueshme. Sipas Departamentit të Endokrinologjisë, një diabetik duhet të marrë 4 fisha në ditë, por rezulton se marrin vetëm 2 deri në 3 fisha në ditë. Ne japim 50 fisha për 2 muaj. Tash unë zakonisht e ma 2 herë, një herë para buke e një herë mbas buke në drek, për ta patur në kontroll. Tash i thon 2 muaj, i thon 60 ditë, nga 2 120, ai na jep 50. Për çfarë na jep 50? Shteti ka bërë disa hapa për rimbursim të fishave dhe barnave, por ndihma është e pamjaftueshme për pensionistët dhe ata ndihen të braktisur. Fisha në fillim i kemi pagu 25 lek ishte 25.000 si një kuti. Nësa të ashtin, kohët e fundit dhe kanë bërë fishat me rimbursim. Nuk e di si erdhi kjo punë, që u erdhi mendja në vend atyre që të paktën diabetikëve të jepet fishat me rimbursim. Se vetëm të mendosh insulin dhe fishat sikur ti që me lek, do t'ishte pa mund shpejër që t'jetosh. Mbi 700.000 pensionistë përballen me sëmundje që duhet i monitorojnë. Për diabetikët, duket se nuk janë menduar mjaftueshëm politika reale. Nga viti 2017 që u miratuan barnat e rimbursueshme dhe deri më sot, pacientët po përballen me mungesë të fishave, barnave apo analizave. Shteti rregullator duket se nuk ka arritur ende të përfaqësojë dinjësisht të kategori pacientësh të lënë në harres kronike për vite të tëra.